Kanali në lagjën Kushtrimi në Vlorë pranë televizionit 6+1 Vlora ka mbetur pa u mbyllur, e ndërsa pllakat e betonit janë porositur nuk dihet se përse puna po vonon. Procesi është bllokuar për shkak të disa objekteve që duhet të prishen dhe që më herët duhet i nënshtrohen procedurave të shpronësimit, duke e bërë që ndërhyrja në këtë kanal të mos përfundojë. Një nga zonat më problematike është lagja Kushtrimi pranë televizionit 6+1 Vlora, ku një pjesë e kanalit është lënë e hapur pas heqjes së blloqeve të betonit. Punimet për pastrimin e kanalit të ujrave të larta në Vlorë vijojnë të mbeten të ndërprera, ndërsa shqetësimet e banorëve që jetojnë përgjatë tij po shtohen nga dita në ditë. Sipas banorëve, blloqet u hoqën për t'i japur rrugë pastrimit të kanalit, por prej disa muajsh puna është ndërprerë dhe segmenti vazhdon të mbetet i mbuluar. Banorët shprehen se situata është bërë e vështirë për shkak të erës së rëndë që përhapet çdo ditë, ndërsa prezenca e mushkonjave është shtuar ndjeshëm duke qenë se jemi në kulmin e temperaturave të larta. Ata thonë se jetesa pranë kanalit është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm, duke ndikuar jo vetëm tek familjet që jetojnë pranë pallatit pranë, por edhe tek vetë banorët e banesave të ulta përreth zonës. Sipas tyre, mungesa e ndërhyrjes për një kohë të gjatë rrezikon jo vetëm përkeqësimin e situatës higjieno-sanitare, por edhe probleme të tjera për shëndetin e komunitetit. Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të marrin sa më parë masat e menjëhershme dhe të mbulojnë menjëherë kanalin me blloqe. Ata theksojnë se problematika bëhet edhe më shqetësuese tashmë kur temperaturat janë rritur. Ndërkohë banorët kërkojnë një zgjidhje të shpejtë dhe një afat konkret për mbylljen e kanalit, pasi sipas tyre lënia hapur për një periudhë të gjatë kohore po krijon vështirësi serioze në jetën e përditshme të komunitetit, të cilët janë edhe më të rrezikuar nga sëmundjet infektive.